kemi modelin Momo Deluxe. Kjo është cappuccino, një ngjyrë shumë e bukur, e gjallë, e qetë dhe vjen në materialin e copës. Copa është kundra ujit dhe mund të pastrohet me një leckë, gjë që doja demonstroj në fund të videos. Vjen set me të treja koshat, 1, 2 dhe 3, ka çantën e sendeve të bebit, së bashku me mushamande e rjetën e insekteve, brenda është me një dyshek të bardhë shumë të rehatshëm, me pambuk që mund të hiqet i gjithi për të pastruar dhe mbulesa dhe çanta dhe pjesët e tjera të prekshme lahen lehtësisht. Ka doppio suspacion, nga vlera 600 është 550.000 lekë vetëm ngjyra që shikoni këtu, pra vetëm ky model cappuccino dhe në ngjyrën copë. Në materialin copë, ngjyrat e tjera janë në limite, mund të kenë nga 1 nga 2 në gjendje, mund të jetë një copë e hapme në dyqan dhe nuk. Të gjithë ju që keni merak materialin e copës për karrocën Deluxe ngjyrë cappuccino, e para njërë është copë kundra ujit. Si fillim, copa nuk depërton ujin, që do të thotë që është edhe shumë e lehtë nëse shikoni në një plur për t'u larë, dhe e dyta t'ju tregoj këtë pikën që me shumë mundësi na e ka bërë ndonjë mizë ose ndonjë tip kafeje kur ne lëvizim me kafe në përdor, siç e pat hiqet plotësisht me një leckë, shumë lehtësisht. Kështu që pa merak fare, është një nga produktet që është edhe shumë e lehtë për ju që keni merak madje edhe në verë. Këto copat hiqen të gjitha lahen, kjo mbulesa, kapuçi, po të zbërthesh kapuçin këtu, copa e bardhë që ka brenda, dhe ky model ka 3 kosha dhe vetëm ngjyra cappuccino do të dalin në vlerën 550.000 lekë. Ka sasi të konsiderueshme në gjendje, për këtë arsye është në ulje, ndërsa ngjyrat e tjera nuk janë me skonto, janë në çmimin